Sunnetet i abdesit gjane keto, bergjani gjet per te mar abdes, fillimi i abdesit me euzu besmele, ose bismillah velhamdulillah ala dinil islam, largja e duarve deri në nyje, largja e dembeve me misvak, largja largja e gogjes 3 here, largja e hundes 3 here, largja e pjezeve të trupit nga 3 here, kompletimi i abdesit, pa ndërprerje, pastrimi i mire i pjezeve të trupit gjatë abdesit, largja e pjezeve të trupit duke filluar nga e gjatta, gjatë largjes së duarve dhe kembeve, fillimi i largjes nga gishtërinjte, gjatë largjes së duarve, lëvizja e unazes, në mënyrë këtë depërtogje uxhin të gjitha, pjeset e dores, denja mes vesheve, denja mes kafes, denja mes gjithë kokes, gjatë largjes së duarve, ferkimi ndërmjet gishtave, përshkimi ferkimi i mjekres me gishtërinjte lagur, largja e pjeseve të trupit sipas radhes, farë thalis mustehabet të preferuarat, i abdesit, marrja i abdesit, para hyrjes së kohes së namazit, katimi ka kibla. Ulgja në ulese në mënyrë që mos të sterpikemi, mos kërkimi ndihme nga të qeret gjatë marrjes së abdesit. Gjatë abdesit nuk eshte mire të flitet nëse nuk eshte e domosdoshme, përdorimi i uxhit me mase pa e tepruar, nuk preferohet për plasja e uxhit në fytyre, lëvizja e unazes nëse keni, largja e kembeve me doren e majte, kendimi i duave gjatë largjes së pjesëve të trupit, fshirja e hundes me doren e majte, fuqja e uxhit në gogje dhe hunde me doren e gjatte, dhernia mes e vesheve me gishtat e vekgjel, kendimi i surës El Kadr pas abdesit, falgja e direkateve, pas marrjes së abdesit naj. Gjatë marrjes së abdesit, të mos harrohet një gjeti i abdesit, dhe të gjemi teve të dishem ke gjemi duke marrë abdes, largja e qerup gjesit e trupit duke të hene bismillah, nove si pas medhahebit Hanefi, falgja e direkateve pas marrjes së abdesit nuk legjohet në kohen e kerahetit, kur dieli eshte duke lindur në mesdite. Se atisit gjigje arrat, kizekti e prishin abdesin. Çdo gjë që del nga organet e gjashta kitqese, krierja e nevojës madhe apo të vogël gazrat e që. 2. Rjedhja e gjakut ose kelbit nga trupi. 3. Vgjelja me plot gojën. 4. Peshtim gja me gjak. 5. Humbja e vete e digjes. 6. Keshtja në namaz aksa verhemi nga të gjerit, sat, gjumi apo kutqa. 8. Per ata që kanë rrëgjegjet e vazhdueshme nga trupi, kofte nga plaga ose diçka tjetër, per fundimi i namazit në kupton edhe prishjen e abdesit. Njerëzit e tillë duhet pagjetër të riperterjene abdesin per namazin e ardhshëm. 9. Per ata të cilët kanë marrë të gjemum, abdesi prishet me gjetjen e uxhit. Pun te ku nuk mund ta krihen pa abdes, falgja e namazit. 2. Seksja e Kuranit tilaweti. 3. Tavafi në Kabe. 4. Prekja e Kuranit, nëse nuk është i mbeshqellur me diçka tjetër. Sati seri gusuli, largja e tërë trupit. Me gusul nën kuptojmë largjen e gjithë trupit, duke mos lënë asnjë pjesë të palagur. Gusuli ndonjëherë është farz, ndonjëherë sunnet dhe ndonjëherë është mendup e rekomanduar. Marrja e gusulit për çunub është farz. Marrja gusul për namazin e këshumase, bajramit apo gjatë e veshjes së ihramit në haks është prej sunnetive, edhe të berit gusul një herë në xhave me kelimin të pastrimit është sunnet. Ndërsa rekomandohet marrja e gusulit me kelim të pastrimit, freskimit apo për të bere ibadet. Ku duhet të merret gusuli pas marrëdhënieve seksuale, pavarësisht ejakulimit ose mos ejakulimit, kofte nga femra apo mashkulli, marrja e gusulit është farz, kusht. Do ejakulimi në ender, pasi të ngihemi nga gjumi, marrja e gusulit është farz. 3. Per femrat me menstruacione, hajs, apo në periudën pas lindjes, marrja e gusulit është farz. 4. Dhënia gusul shenazes, me përgjashtim të dëshmorit shahidit, është nga farzet kifaje. 48. Farzet e gusulit Fuqja e uxhit në gogje dhe gurgullitja e tij. Shpelarja e gogjes dhe fytit. Do fuqa e uxhit në hunde, shpelarja e hundes. 3. Largja e plote e trupit, duke mos e lënë asnjë pjesë të trupit pa u lagur. Sunetet e gusulit fillimi me bismillah.
Fillimisht lahen pjeset kë e përmbajnë pa pastertine. Marrja e abdesit para fillimit të gusulit. Nigjeti për gusul. Largja e duarve deri në bizilik, largja e organit. Hedgja e ugjit mbi trup 3 herë duke e ferkuar atë me shumë kushdes, fillimi i largjes së trupit nga koka, për të vazhduar me largjen e anëse gjatë të trupit, pastaj gjanën e majte, ferkimi i trupit me njëherë pas hedjes së pare të ugjit, largja në një vend ku nuk shihesh nga të qeret, pa ndonjë nevoje mos folgja gjatë largjes, gjatë marrjes së gusulit, nuk bën tek tehemi nga ana e kibles. Fati najtë me mbulimi i organit, edhe nëse gjë vetem. Përdorimi i ugjit me mase, pas gusulit, targja i trupit me ndonjë peshkir. Veshgja me roba me njëherë pas marrjes së gusulit. Gjerna në rat e ndaluara kur gjemi pa gusul. 1. Falgja e namazit. 2. Bergja e seksdes së Kur'anit. Të leksimi i Kur'anit, kuarën prekja e Kur'anit, 5. Ulgja dhe këndrimi në kshami, 6. Bergja e tavafit në Kabe, 7. Agjerimi i Ramazanit, 8. Hirja në marrëdhënie seksuale, des pikat 7 dhe 8 janë vetëm për femrat kur gjenden në periudën e menstruacioneve, hajz dhe periudën pas lindjes nifas. Qamtas të gjemumi në të gjitha rastet kur nuk mund të gjejmë asesi ugje, kur kemi ugje vetëm për nevojat themelore jetesore, kur gjemi të semure dhe nuk mund të marrim abdes apo gusul, në gjendje të tilla në vend të abdesit dhe gusulit duhet të marrim të gjemum. Të gjemumi njësoj si abdesi dhe gusuli është fars. Të gjemumi është largje simbolike me dhe të paster ose me mjete nga esenca e deut. Kerpiqitulla, çështjet kjo duhet të dihen në lidhje me të gjemumin gjaneketu, shkiptojme bismillah dhe bejme një gjetin, në emër të Allahut Teala vendosa të marrë të gjemum per, në vend të abdes ose per, në vend të gusuli. Me shuplaka prekim dhe unë e pastaj lemojme, ferkojme fytyren. Per seri me shuplaka prekim dhe unë dhe me shuplakete maqte lemojme krahun doreni gjatë e me shuplakete gjatë të krahun e maqte derin e berila. Me të gjemumin kë meret per abdes ose per gusul mund të faler namazet, si farz ashtu edhe nafile. Që nuk gjeke e prish abdesin dhe gusulin e prish edhe të gjemumin, vetëm se kur gjendet ugje per abdes dhe gusul, të gjemumi prishet, duhet të meret abdes dhe gusul me ugje. Iksantor namazi dhe randësja e tëq namazi është të drejtuarit Allahu Teala. Namazi është mirakshi i muminit. Namazi është rrugetimi shpirtëror i krigjeses njeri, drejt krigjuesit të tij, Allahu Teala. Namazi është ngritje shpirtërore e njeriut, namazi afron robin Allahu Teala. Robi kjo e lartesohet, gjeket, pastrohet prej veseve të kekigja, behet njeri i mire, namazi i jep forse trupit, kete zonde i jep kenakesi shpirtit të krijeses njeri dhe eshte prej veprave, amel me të vlefsheme, namazi eshte shtylla e fese. Behu edhe fakih edhe sufi, mos u mgjaftove të me njeren. Mos u tendos mikuim, nga se kjo është keshile për ti. Nuk mund të shigjohet devoqmeria nëse gjë vetëm fakih e nëse gjë vetëm sufi mbetesh ingjorant. Imam Shafiu fimtitua gju, saj e falni namazin, njeri e pjeti Hatimi e Samin. Si e falni gju namazin, aj u përgjigje. Kur të vjen koha e namazit, marr abdesin dhe pastrohem nga ndiresira e brendshme dhe e gjashtme. Pastrosh pjeset e trupit me ugje, ndërsa brendesin e time me teube, pendim. Me pas shkoj në kshami. Në kshami e shqel parasysh me shqidi haramin, shenetin në të gjatte, shehenemin në të maqte, uren e siratit në në kembet e mjandersa me lejken e vdekjes, mbrapa me gjithë i dorezoj zemren Allahut Teala, me pas me respektin me të madmar tek bir duke këndruar në kembe, i në nështruar lek soj Kur'an, me modesti bje në ruku, i perullur bje në seksde, rinet e hejgjat, dhe duke e falenderuar Allahun Teala gjap selam, e këse as. Yarahe Ibn Wajm, Hiljetul Evliya, 8 Gazali, Ihja Ulumiddin, 107, Suhreverdi, Avariful Marif, 424, Attar, Tezkire, sen 92, Bursevi, Ruhul Bejan, 193. 3. Thuaj, namazi im, kurbani im, gjeta ime dhe vdekgje me gjane thjesht për Allahun, Rabbin e boteve. 6. Ename, Metësot të të qimet, kushtet dhe ruknet e namazit, namazi e shtender ibadetet me të rendesishme në Islam. Ai ke fal namazin gjen kena kesine e Allahu Teala, per kete arshe, nuk mund të falim namaz per derisa nuk idime regullat të kushtet e faljes apo daljes para Allahu Teala, pra duhet të njihemi me farzet, vaksibet, sunetet e ruknet e namazit, per tu bere namazi farz per njeri mjafton kë ajti plotesoje keto tri kushte, on të kete musliman.
2. Të këte i fete dajshem. 3. Të këte i moshes madhore. Kushtet dhe farzet e namazit, namazi ka dvale farze, këto ndahen në di grupe, farzet e gjashtme dhe farzet e brendshme. Farzet e gjashtme të namazit kuhen edhe kushtet e namazit për shkak se veçne para namazit dhe përbejnë e përgatit qënë në namaz. Ndërsa farzet e brendshme kuhen ruknet e namazit pasi kë përbejnë esencën e namazit. Të gjithë këta faktore se bashku përbejnë namazin. Nëse vetëm një prej farzeve të namazit mungon, namazi nuk është i vërtetë. Famfensen kushtet e namazit janë in pastrimi prej hadesit, marrja e abdesit të gusulit për pastrim prej gjendjes se papastër psikike dhe shpirtërore, do pastrimi prej neksasetit, pastrimi i tëre trupit, robave dhe vendit ku falim namazin, 3 setri avrat të kenit veshur mbuluar sipas rregullit, qat istikbali kible, të tjerit ka kibla kur falim namazin, hajk koha të falurit në kohen e duhur. Sak nijeti të berit nijet qilen kohe të namazit po e falim, ruknet e namazit 1, iftitahi tekbiri filestar të fillohet namazit duke thene Allahu Ekber, të kijam, këndrimin e kembe, 3 kiraet, leksimi i Kur'anit në namaz. Qat ruku, per kulgjan e namaz, qank, suksud, të renit në seks dhe sek, kadej ahire, këndrimi i fundit në tehijjat, se qëmpës lelogjet, e namazit farz, ndahen në farzi ajën dhe farzi kifaje. Farzi ajën është obligim për të gjithë muslimanet e moshes madhore, falja e 5 vakteve dhe këshumaja, ndërkak namazi kifaje është namazi cili nëse falet nga një grup i muslimaneve, gjesa gjeter lirohet nga obligimi, siç është rasti me namazin e këshenazes. Namazet vaksib në medahebin Hanefi vaksib konsiderohet vitri i gjatësise dhe namazi i bajramit bala, po ashtu në kete grup ben pëgjese edhe seksëgja e Kur'anit dhe sehvi seksëgja, seks dhe gabimi, namazet nafile, namazet ku e falen gjashte, namazeve farze dhe vaksibe kohen namazet nafile, edhe namazet nafile ndahen në di pëgjese, sunnet dhe mustahab. Bara sipas medahebit Shafi, vitri i gjatësise dhe namazi kurban bajramit gjane prej namazeve sunnet, sëmëndisatën. Namazi është farz për tek gjithë. Shtengje farzi cili nuk gukson të lijet anash për asnjë moment, as edhe në momente të gjashtë zakonshme. Mos falgja e namazit dërnohet ashper nga Allahu Teala, si pas disa digjetareve për mos falgjen e namazit pasojne 500 vite dënim e si pas disa të gjerev 70,000 vite. Edhe atëherë kur muslimani është aki semure sa kjo nuk levize, është i obliguar këta falate për derisa ka vete digje me anet e shëngjave. Edhe nëse muslimanit i humbe vete digjak gjatë kohës së namazit, ai është i obliguar këta begje kaza. Sheikh Sejid Abdul Baki al-Huseni at-Tekhntisht. Namazet sunnetet të cilat falen vazhdimisht gjatë 5 kohëve të namazit ditor kuhen ravatib. Ato jane. 2 rekate sunnet para farzit të sabahut. 4 rekate sunnet para dhe 2 rekate sunnet pas farzit të namazit të drekes. 4 rekate sunnet para farzit të ikindise. 2 rekate sunnet pas farzit të akshamit. 4 rekate sunnet para dhe 2 rekate sunnet pas farzit të gjasise. Edhe namazet e sunnetit ndahen në di grupe, sunnetet muekked, të sabahut, drekes, akshamit dhe 2 rekatet e fundit të sunnetit të gjasise. Ndërsa ato ke nuk gjene sunnet muekked gjene, 4 rekatet sunnet para farzit të ikindise dhe gjasise. Namazet mustahab për pos sunneteve ravatib, namazet nafili kuhen regeb, keto gjane namazet të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka falur vazhdimisht ose i ka falur në rastet e caktuara. Keto gjane namazet të cilat më beten në dëshire e njeriut për të cilat, nëse fale ka shperblim, por nëse nuk falen nuk ka denim, keto namaze vullnetare, kuhen edhe si namazet tatavu, keto gjane namaze mustahab dhe mendub, në këtë grup prej namazeve nafile regaib gjane, namazi e i fensam duhase, të hijjetul meshhid, namazi i pendimit, tubes, namazi e vabin, namazi tesbih, namazi kusuf, namaz i cili falet gjate zenje se djelit, namazi i istihares, namazi i shiut, namazi gjate veshqes se ihramit, namazi i udhetimit, namazi pas margjes se abdesit dhe gusulit. Koha e namazeve farz, namazi është ngjera ndër shtilat kryesore të islamit. Kjo obligim krihet në kohet e kaktuar, andaj krerja apo falgja e namazeve ditore në kohen e vet është nga kushtet e namazit, andaj edhe Allahu Teala thote, sepse namazi është detire për besimtarët në kohet e kaktuar. 4 Nisa, insotrin,
Pra, falgja e namazit para ose pas kohës së tij nuk është i lejueshëm. Koha e namazit të sabahut, koha e namazit të sabahut fillon ke nga agimi i ditës zgjatë deri në lindjen e diellit. Pra, me hyrjen e agimit fillon koha e namazit të sabahut dhe del koha e namazit të gjasisë siksatë.